Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë javë me emisionin Bardezi. Para se të kalojmë tek tema kryesore që do diskutojmë, sonte dua t'ju kërkoj falje për javën e kaluar për shkak që ju tashmë dini rretharat meteorologjike na kanë pamundsuar në fakt realizimin e emisionit, kështu që jemi detyruar që të shkojmë me një reprizë, por në fakt tashmë ne po rikthehemi këtë javë, meqense kanë pas shumë mesazhe dhe më keni shkruar shumë sa i përket kësaj çështje, ne nuk i kemi përfunduar emisionin Bardezi. I kemi plot edhe 3 javë pas natës së sotme që diskutojmë me teologun Ardian Sejdiu, nga imam dhe ligjërues në xhamin Kohan nga Gaqka e Ferizajit. Pra do diskutojmë edhe 3 tema të tjera përveç kësaj që do e diskutojmë sonte. E sonte kemi vendosur që të diskutojmë për durimin. Sprovat e mdha në jetë, normalisht ose na shpihen tek një person që mund të jemi durueshëm ose nuk mund ta mbajmë durimin. I duruari, i fituari, thon populli jon, por si e shpjegon feja islame durimin dhe cilat janë transmetimet dhe cilat janë ndoshta ato vështirësitë më të mëdha që ka lënë një njeri gjatë kohës kur do duhej të durante, këto dhe shumë të tjera do i diskutojmë me teologun ton të nderuar, siç thash edhe më herët, Ardian Sejdiu. Faleminderit shumë që jemi neve. Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se u gjeta, përshëndetje për juve, stafin tuaj dhe gjithë ata që na dëgjojnë dhe na shikojnë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Amin, faleminderit shumë. Hoxh thash i duruari, i fituari. Shpesh në këtë tavolinën tonë të diskutimit kemi thënë që populli ynë më herët ka ditë shumë mirë që edhe këto transmetimet të cilat janë fetare t'i përkthejë dhe të na sqarojë sa më mirë këto pjesë. Por në fakt çka është durimi, Hoxh? Pa dyshim se kur i referohemi jetës në përgjithësi, e vërejmë se jeta kësaj bote ka sfida të ndryshme dhe për t'i tejkaluar ato sfida duhet një mekanizëm ose një motiv. E ai motiv quhet durim, aja cilësi quhet durim. Durimi është prej cilësive më të mira që mund ta posedon individi, familja dhe shoqëria. Atje ku arrin durimi, nuk arrin asgjë tjetër. Pra durimi është cilësi dhe virtyt i madh që duhet ta posedon secili njeri, sepse terreni ku zhvillohet jeta shpesh herë është e paparashikueshme dhe sfidat mund të jenë aq të mëdha sa që s'ka rrugdalje tjetër vetëm se përmes durimit të arrijnë qëllimet më të mira të jetës. Ne jemi një popull që i kemi kultivuar vlerat e besimit edhe në rrjedhat tona familjare dhe kombëtare dhe në mënyrë më të mirë të mundshme i kemi arritur qëllimet e jetës përmes kanaleve të durimin. Dhe ja jemi dëshmitar të kohës se gradualisht po i arrijmë majet e sukseseve si popull. Pra, ju thoni që durimi është një nga cilësitë dhe virtytet më të larta që ka njeriu. Durimi gjatë kohës mësohet, trashëgohet, apo njeriu lind me durim, se e dim që shumë shpesh njerëzit dalin nga vetja dhe humbin durimin. Kemi thënë shumë herë se njeriu është krijesë komplekse, por që në vete i ka të gjitha elementet, potencialin e duhur për të qenë i durueshëm. Madje Zoti i Madhërisht në Kur'an e porosit njeriu që të bëhet durimtar, që nuk kupton se nganjëherë edhe me kalimin e kohës përvetësohet ky vërtet, edhe pse njeriu i ka elementet e durimit, por me kalimin e kohës edhe përvetësohet më shumë kjo cilësi dhe Zoti i Madhërisht e porosit njeriu në Kur'an që të mbështetet në Zotin e Madhërisht dhe të bën durim në proceset e jetës. Po ashtu na thot pejgamberi alayhis salam se cilësia më e mirë që Zoti i Madhërisht ja ka dhënë një njeriu është durimi. Pra durimi është një prej virtyteve të pakompenzueshme në jetën e kësaj bote përballë rrjedhave nëpër të cilat mund të kalon njeriu. Më lejoni t'ja jap një detaj që përmend Kurani sa i përket se njeriu a lind i durueshëm apo i përvetëson këtë virtyt me kalimin e kohës. Zoti i Madhërisht në Kur'an ka folur në shumë ajete të ndryshme për konstruktin njeri, për këtë qenje e cila është dualiste, përbërë për shpirtit dhe materjes dhe që ka një potencial intelektual. Një prej ajeteve që flet se njeriu është kriju durimtar. Zoti thon në Kur'an, "Khalaqnal insana fil kabad", ne kemi krijuar njeriu në vështirësi. Fjala kabad nuk kupton diçka e vështirë, që t'jep me kuptu se njeriu ka dalë për këtij procesi të vështirë për t'i përballuar rrethonave të jetës, që jeta kësaj bote nuk është edhe e lehtë. Pra njeriu, konstrukti i tij është i krijuar i tillë që të jetë durimtar në jetën e kësaj bote. Po,
Kurse sa i përket kësaj çështjes së durimit, nëse futemi më thellë, i bie që në jetën tonë ballafaqohemi me shumë probleme. Dhe mënyra e menaxhimit këtyre problemeve është goxha komplekse, duhet marrë parasysh ndoshta edhe ambientin dhe rrethin ku ne jetojmë. Shpesh na humb durimi edhe për gjëra të më të vogla. Si ta menaxhojmë këtë gjë? Ka ndoshta mënyra të fesë që na mësojnë se si ta menaxhojmë durimin dhe të mos dalim nga vetja? Çfarë duhet të bëjmë në moment që e shohim që po dalim nga vetja? Fillimisht duhet ta kemi parasysh një fakt se jeta kësaj bote i ka dy anë të medaljes. Në njërin anë të kësaj jete janë gjërat e bukura, të lehta, të këndshme dhe njeriu në jetë mirë i shijon, i ndjen e kështu me radhë. Dhe në anën tjetër të medaljes së jetë janë vështirësitë. Dhe këtu në vështirësi vjen në pyetje karakteri njeriu. Njeriu nuk mund ta shfaq karakterin e vet real, ndryshe vetëm nëse kalon në për sfida të kësaj bote. Edhe durimi është një prej virtyteve që shfaqet në rrethana të vështira, jo në rrethana të lehta. Sepse kur përballemi me të mirën s'kem nevojë të bëjmë durim ne. Por durimi vjen në shprehje kur përballemi me më të keqen të mundshme dhe këtu na porosit Zoti i Madhreshëm sepse sprovat përsëri ndahen në dy grupe. Sprova që janë tjetër së përditshme, që njeriu mund t'i ketë dhe her pas here dhe humb durimin, her pas here i kthehet durimit dhe Zoti na ruaj sprova të rënda, të cilat mund të ndodhin një herë në jetë, por që janë të vështira. Dhe në të dyja situatat është në pyetje, do me thonë, durimi dhe shfaqet, karakteri njeriu shfaqet përmes sprovave. Kanë thënë në libre të ndryshme se nuk mund ta njeh njeriu dimensionin real të tij vetëm nëse përballet me sprovë. Pra askush nuk mund ta njeh veten sa peshon, sa ka potencial, sa ka qëndrueshmëri, sa ka dije, sa ka vetdije në raport me jetën, vetëm nëse kalon nëpër sfidat e mundshme të mëdha me të cilat mund të ballafaqohet njeriu. Pra Zoti i Madhreshëm na porosit që të bëjmë durim, po ashtu na porosit pejgamberi sa që gjërat i marrmi në mënyrën më të lehtë të mundshme, më të qetë të mundshme, duke aktivizuar edhe anën e durimit. Mirë, kur diskutojmë për këtë gjë, nëse nuk kemi për momentin të përballë me ndonjë vështirësi, neve na duket një ligjërat shumë e mirë, shumë e kapshme, por në momentin që ne humbim vetëm, harrojmë ndoshta edhe fjalët e Hoxhës, harrojmë ndoshta edhe fjalët e librit të shkruar të shenjtë që kemi në Kur'anin dhe harrojmë gjithçka që na rrethon dhe në fakt sikur na errësohet gjithçka dhe dalim nga vetvetja, Hoxh. Në këto raste çka duhet me ka ndonjë moment ose ndonjë sekondë që në këto raste ndoshta prap Zoti dërgon sinjal që me ndalu vetën? Në të gjitha situatat, Zoti i Madhreshëm është në sprov, është aktual me besimtarët, me ata të cilët kanë mbështetur Zotit e Madhreshëm. Dhe çish aktivizohet durimi, është temë interesante kjo çështje. Janë në pyetje minutë sekondat e parë, kur njeriu e kanalizon rrugën për dalë prej situatës. Sepse është thënë në për libra të ndryshme dhe është bërë me një farë kjo analizë. Përballë sprovës janë dy kategori të njerëzve. Një kategori është e cila fatkeqësisht e thellon krizën në sprovë. Mungesa e durimit, e aftësisë për ta menaxhuar sprovën. Mungesa e mbështetjes në Zotin e Madhreshëm, mungesa e leximit të kartës së sprovës. Ja thellon krizën dhe e çon me një stat tjetër. Dhe përballë kësaj është grupi tjetër, ata të cilët sprovën e kthejnë në mirësi dhe kthejnë në shkollë për rrugën e më të tjeshme të jetës. Kush të kanë këta? Të janë durimtarët, ata të cilët në fillet e para të sprovës e ruajnë ekuilibrin dhe mënyrë automatike mbështetjen te Zoti i Madhreshëm dhe thonë që ka ndodhur nuk zhbëhet më. Ka ardhur pa dëshirën time, pa vullnetin tim, ka diçka që mbi programin njerëzor, mbi planifikimin njerëzor, dhe ai i cili menaxhon situatën e Zotit i Madhreshëm, sepse ai ka krijuar njeriu të tillë që të aktivizohet ndjenja e durimit dhe nganjëherë të i bie edhe ndjenja e durimit. Për këtë arsye Allahu na porosit që ti mbështet me Zotin e Madhreshëm. Dhe në situata të tilla nuk ka zgjidhje tjetër për ta bërë realitet fitorën vetëm se me kaluar për kanalet të durimit. Dhe ne duhet pak sekonda me shtin kontroll situatën, normal, dhembja është, mërzia është, pikëllimi është, por megjithatë rruga për dalë prej krizës është rruga e durimit. Pse sprovohet njeriu? Pse sprovohet njeriu është një pyetje e cila i ka preokupuar shumë njerëz në të kaluarën dhe shoqërinë të kaluarën, i preokupon edhe tash dhe në tardhmen. Pse është sprova? Përgjigjja është sepse njeriu thash nuk mund ta njeh veten, ndryshe vetëm përmes
sprovës, nga se jeta kësaj bote, nga fillimi në mbarim është sprovë. Edhe nëse jetohet gjithmonë në mirësi, edhe nëse jetohet gjithmonë në lumturi, edhe nëse jetohet gjithmonë njeriu i kënaqur, përsëri është sprovë e llojit vet, sepse kjo jetë është e tillë. Dhe tash për t'ia dhënë meritën njëri tjetrit, për ta bërë dallimin mes të qëndrueshmit dhe paqëndrueshmit, patjetër do të mos provu njeriu në jetën e bote. Dhe ka disa sprova që janë mbi potencialin e njeriu, nuk ka faj njeriu pse sprovohet, dhe ka disa sprova që vijnë këtë dunjë për shkak të pafësisë së njeriu, gabimeve të njeriu, mëkateve të njeriu e kështu me radhë. Mirë po sprova gjithsesi është në dobi, në fund të procesit, është në dobi të njeriu, sepse në ditë do të vjen një fund që do të rishikohet jeta e njeriu. Dhe ata që kanë kaluar nëpër kanalet e sprovës janë të privilegjuar dhe të shpërblyer të Zotit Madhreshëm për shkak të durimit dhe qëndresës në sprova. Kur thatë që ka sprova të cilat vinë edhe janë mbi potencialin e njeriu, cilat janë këto sprova që me i pas qarta njeriu kur të kalon në disa ngjarje që ndoshta nuk mund vish duhet me pranu edhe me menaxhu këtë pjesë? Që t'jemi të qartë në këtë çështje se disa sprova vinë, do me thonë, jo për shkak se njeriu është gabimtar, po për shkak se Allahu do me tregu njeriu se në këtë dunja nuk vendos ti, por vendos ai i cili ka projektuar jetën tonë, Zoti Madhreshëm. Dhe disa sprova tjera vinë për shkak të pafësisë së njeriu, gabimeve të njeriu e kështu me radhë. Dhe tash cilat janë sprovat të cilat janë të rënda dhe njeriu për shembull suni përballon, ose nuk ka faj njeriu. Me keqardhje po e them. Nëse një ditë zgjohemi në mëngjes dhe dikush prej anëtarëve të familjes ka ndruar jetë në lule të rinis, kush është fajtuar për këtë çështje? Njeriu jo. Jo, do me thonë është fajtuar nuk është Zoti Madhreshëm në këtë rast, po kjo është sprovë që nuk varet prej teje. Keni pasur njerëz që fillojnë jetën mirë. Dhe sot për shembull, mëngjes lexojmë raste që kanë ndruar jetë njëri për shembull. Familja ka pasur ëndra të bukura me te. Ka ndruar me projektu në të ardhmë të mirë, por ja që në mëngjes zgjohet dhe dikush mungon në jetën e bote, pra kjo nuk është gabimi i njeriu, por janë rregullat e jetës që si ka përcaktuar njeriu dhe është dikush mbi fatin e njeriu. Si duhet bërë durim kur humbim personat më të dashur? Që dim shumë shpesh që dhimbja është shumë e madhe dhe nuk mund ta menaxhojmë në mënyrën tonë më të mirë. Do të thonë në çdo moment që flasim dikush e humb dikën. Po. Padyshim se vdekja, e sidomos e anëtarëve të familjes, është prej sprovave pothuajse gati më të rënda me cilat mund të sprovohet njeriu në jetën e bote. Po si të bëjmë durim? Zoti Madhreshëm para se me ardhur te ky moment ja ka sqaruar njeriu projektorin e jetës. Dhe i ka treguar se fati i jetës tonë në dorën e Zotit Madhreshëm. E përgatit njeriu. Dhe i ka dhënë potencial të mjaftueshëm që njeriu edhe nëse sprovohet me këtë element, me kuptu se kjo nuk është gabimi yti, por thjesht është caktimi i Zotit Madhreshëm, sepse secili njeri vjen në kohën kur ka dashur Zoti Madhreshëm me ardhmë këtë dunjë dhe del në kohën kur ka dashur Zoti Madhreshëm me dalë prej kësaj bote, pavarësisht dëshirave të njerëzve me jetu dikush gjatë apo me jetu më shkurt. Te është caktimi i Zotit. Dhe njeriu kur sprovohet këtë mënyrë, fjalët e para që i thot, ja rikujton vetë ata që ka rikujtuar Zoti. Dhe ka thonë të Zotit jemi dhe te ai do të thehemi. Dhe se jeta e njeriu nuk është projekti joni, është projekti i Zotit të Madhreshëm. Dhe Zoti ka bëjmë që përmes këtij faktori vdekje që quhet, njeriu të transferohet prej një etape në etapën tjetër që quhet jeta e berzat e kështu me radhë. Pra gjithsesi njeriu dështon në sprovë nëse nuk e ka vertikalën mirë me Zotin e Madhreshëm. Kur e ki vertikalën mirë me Zotin e Madhreshëm, nuk mundesh me dështu në sprovë. Po, është e natyrshme që të mërzitesh, është e natyrshme që të kesh dhimbje, është e natyrshme që të lëton syri, por gjithsesi je i motivuar për ta tejkalu këtë situatë, sepse fundit secili njeri bën një emanet, e bën një shpirt që është emanet i Zotit dhe ai jep kur don dhe merr kur do shpirt. Pas kësaj ngjarje të rëndë që mund të ndodh një personi, një familje, një shoqërie, udhëzohet që të vazhdojë njeriu të jetojë dhe të përpiqet deri në momentin e fundit, sepse kemi shumë raste që izolohen
nuk vazhdojnë tutje jetën. Madje kemi edhe shumë raste që ndoshta vjen keq me thonë nona nëse humb fëmijën, mandej fëmijët të tjerë nuk i merr fare parasysh sepse jeton me atë idenë që mu më shkoj një fëmijë. Kemi asi raste që shkon me njëherë por si të varrin pranë fëmijës. Për t'i lehtësuar dhimbjet e këtyre hoxh, më na sqaru pak më mirë se. Fatkeqësisht në jetën e kësaj bote kemi kategori të ndryshme të njerëzve të cilët në vend se ta kalojnë sfidën, sprovën, dhe të mbështeten në Zotin e Madhreshëm. Me durim dhe ta kuptojnë se jeta e kësaj bote është projekt i Zotit, ata shkojnë një hap më tutje, ja vështërsojnë jetën vetës si njerëz të gjallë, pastaj edhe sistemin e familjes e ranojnë begi shumë. Çka mund të bën njeriu i gjalli nëse dikush ka ndruar jetë? A është e mundur të kthehet ky vendim i Zotit Madhreshëm? A ka mundësi që dikush të ringjallet, të vjen më jetën e bote për zot, për shkak të vajit, për shkak të dhimbjes, për shkak të mosdurimit? Jo. Çka do që të bën njeriu në këtë dunja, nuk e çbën më këtë çështje, sepse Zoti Madhreshëm është projektues absolut i kësaj jete. Ai është i mëshirshëm, i gjithdijshëm, dhe ai balancat e jetës i ka marrë përsipër vet, nuk i ka lënë në dorë të njerëzve. Çka sikur të ishte vdekja në dorë të njerit, çka kishin bërë njerëz? Sikur të shkon fati i lindjes në dorë të njerit dhe fati i vdekjes në dorë të njerit. Kaos i madh. Ish bë kaos i madh, sepse njeriu e kish pa të vështirë me menaxhu këtë situatë. Por Zoti i Madhreshëm edhe në situata të tilla ka mëshiruar njeriu. Ja ka mshef fatin e vdekjes, që njeriu të jeton i qetë. Ka gjendë gjithmonë i fshat hoxh? I msheft. Se janë të diskutime që... Diskutojnë, ama nuk ka problem, po unë po të them që afati i vdekjes së njeriu është i msheft. Dhe Zoti i Madhreshëm pse e ka mshef? Me kursy. Sikur një njeri ta kish ditë për shembull, që mbrana javës do ndron jetë. Kishin i shprish balancë e jetës. Por Zoti e ka kursy këtë çështje dhe i ka thënë s'është punë jote kjo. Veç dush me di se në ditë kemi dalë prej së bote. Pra e kam shiru dhe tash manifestime të tilla fatkeqësisht, për shembull mbyllja në shtëpi, vajtimi i tepërt, i pakontrolluar, shkputja e ambiceve të jetës, janë të gjitha këto sjellje që bijnë në kundërshtim me dëshirën dhe vullnetin e Zotit të Madhreshëm. Njeriu duhet të akcepton vendimin e Zotit me mirësi. Të thotë për shembull, kjo caktimi i Zotit të Madhreshëm. Unë jam falendërues ndaj Zotit që më ka mundsuar të jetoj për shembull me fëmijën, vajzën, djalin, ku diçka 20 vjet, 10 vjet, 2 vjet, 3 vjet, s'është më rëndësi kjo punë. Dhe ai ka qenë i Zotit dhe Zoti e ka marrë. Tash kam vështirësi me gjetë rrugdalën, por Zoti është i mëshirshëm. Ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen, ai ka krijuar edhe mundësinë për me dalë për kësaj sprove. Dhe i kthehet Zotit të Madhreshëm në normalitet, normal, tu mbështet në Allahun Azza wa Jall, tu e projektu jetën në mënyrë më të mirë të mundshme, tu kërku mbështetje për projekte e jetës së Zotit Madhreshëm dhe një ditë prej ditëve duke kuptuar mirë se të gjithë jemi kalimtar dhe takimi i njeriu për mos munda asnjëherë do të më qenë xheneti. Te kalimi këtyre sprovave të rana hoxh dhe përfitimi i durimet bëhet me namaz dhe me leximin e librit të shenjtë Kuranit? Dy prej burimeve që e forcojnë durimin janë përmend në Kur'an. Cilat janë? Një është namazi. Okej. Namazi është një prej armëve më të fuqishme ose prej kanaleve më ushqyese të karakterit të njerëzit. Sepse ndikon në heshtje, në konsolidimin e virtyteve më sublime që mund t'i posedon njeriu. Për këtë arsye Zoti i Madhreshëm thotë: "O ju të cilët keni besuar, mbështetuni në Allahun dhe falni namaz." Bëni durim dhe falni namazin. Pse bëni durim dhe falni namazin? Sepse në namaz komunikimi me Zotin e Madhreshëm ja çon një mesazh mendjes dhe shpirtit se ti nuk je vetëm në sprov, por me ty është krijuesi, ai i cili ka përjetuar jetën tënde. Dhe me një farë forme tipët mundësia me kuptu realitetin ku gjindesh ti, sepse shpesh në jetën e botës njeriu e ka vështirë me kuptu realitetin ku gjindet. Për këtë arsye krijon aversione për me dalë për situatës dhe e thellon krizën. Pra një prej burimeve që e forcon, e konsolidon njeriu, qenë njeri është namazi. Dhe dyta është mbështetja në Zotin e Madhreshëm. Janë dy burime që kush i posedon jetën e botës, ai ka me kultivu vlerën e besimit, vlerën e mirënjohjes, vlerën e artikulimit të çështjeve në mënyrë më reale të mundshme. Dhe kujt i mungojnë të dy çështje,
e ka beg i vështirë me lexu kartën e sprovës jetën e bote. Namazin e kemi qartë sepse janë rregullat të cilat i kemi 5 herë në ditë. Mbështetja në Zotin i bën që të jemi falendërues edhe kur ne sprovohemi dhe jemi do shta po kalojnë në një kohë shumë të keqe dhe të mbështetemi tek Zoti që kjo është prej Zotit dhe bashkë do ja dalin. Çka është mbështetja në Zotin e Madhreshëm? Çka është? Nën kupton mbështetjen në Zotin e Madhreshëm ku gjithë argumente e jetës ti ka marrë dikush për dorës. Edhe ti thu Je vet. Në këtë sprovë. Në këtë sprovë. Ti ka marrë dikush jeta. Dhe çka thu ti? Thuj, unë i besoj në Zotit, i cili ka fatin e jetës tëm në dorë. Dhe kur do na i më bani çështje, si vetë njerëz në këtë botë. Çu si ka pyet kërkan kur ka punë në këtë dunjë. Bindja e thellë në Zotin e Madhreshëm se ti ja del. Me lenë e Zotit të Madhreshëm. Çka mbështetja në Zot? Jo mbështetja në Zot kur ti ki argumente dhe luan her pas here. Sepse edhe kur i ki argumente dhe të mungon mbështetja në Zot, nuk i arrin qëllimin e jetës. Pra në këtë rast për shembull, ai na vet në sprovë, sepse fundit sprovën e përjetojnë individualisht. Edhe si antar të familjes. Secili mënyrën e vet e përjeton sprovën. Dhe çka bën ky njeri, shem ku mbështetën Zotit, thotë o Zot, këtë çështje ta kam lënë ty në dorë. Vetëm ti e din, dhe në cilën stres të shpirtit ka ndërhy kjo dhimbje për shembull. Dhe vetëm ti e di se si i shoron plagët e kësaj sprove, dhe vetëm ti e di se si ma kompenzon të ardhmen këtë dhimbje që kam, dhe vetëm ti e di se si më nxjerr mua prej kësaj sprove. Dhe unë kërkoj mbështetjen tënde, udhëzimin tënd, jam falendërues ndaj teje, mirënjohës ndaj teje, nuk jam i dhëruar me caktimin tënd. Jam i mërzitur për shkak se jam njeri, më ke kriju që ta ndjej dhimbje dhe mërzinë, por asnjëherë të vetëm nuk jam kundër caktimit të Zotit të Madhreshëm dhe kështu që motivohet dhe kalon me lenë Allahut sprovën. Hoxh, që t'jem direkt me këtë pyetje, kemi ndoshta shumë vepra kriminale të cilat bëhen jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën, dhe në fund domethënë përfundojnë fjalimin po kjo ka sprovë për mua dhe unë kam ja dal. Tash, në këtë moment hoxh, është sprovë edhe kur dikush i teket më çu me thyni bank për shembull, po e flas në mënyrë hipotetike sepse çdo ditë kemi vepra të ndryshme që bëhen. Kush në këtë rast nuk e kam të qartë pyetjen. Tash kush do të më është domethënë njeriu duhet me i thon vetes që kjo është sprovë prej Zotit edhe unë jam të e kalu këta kur bën vepra të ndryshme penale, sepse këtu e gjejnë ngushëllimin hoxh shumica. Unë të thash që në fillim se janë disa sprova të cilat vinë si pasojë e gabimeve të njerëzve. Po çto po duhen diskutojmë? Pjesë që mos më uhotu njeriu. Që të jemi të qartë. Ka disa sprova në këtë dunjë që vinë e njeriu s'ka gishtin te. Që nuk varen për njeriu. Që s'varet për njeriu. Kto që varen për njeriu. Dhe ka sprova në jetën e bote që vinë për shkak të gabimeve të njerëzve, për shkak të hidhërimit të Zotit ndaj mëkateve që i bën njerëz, e kështu me radhë. Dhe tash të morën në shembull don të limituan. Po. Dikush ose ka hyrë në shtëpi dhe ka vjen. Por sëri në fund kësaj, ti je në sprovë. Edhe pse s'ki faj. Për shembull, çfarë faji kemi ne nëse dikush na hyn në shtëpi dhe na kërcënon? Për shembull, na kërcënon, na vjedh atë pasuri që ke marrë me njerëz. Ti nuk ki faj. Apo, por ka faj faktori tjetër. Ai tjetri? Po, ai ka tjetër. Domethënë, për këtë rast ne nuk e justifikojmë gabimin e tij. Okej. Ne jemi të marrë me ata që u sprovu. Ne nuk kemi të justifikuar atë që ka bërë gabim, që të jemi të qartë. Nëse dy vetë janë në sprovë dhe njëri ka kriju sprovën, tjetri s'ka faj. Na kjo që s'ka faj në këta e nxjerrë me pe krizë duke thonë se kjo caktim i Zotit me cilën ty të ka përballë me diçka që është jashtë potencialit tan. S'ke pas faj këtu, se ke projektu gabimin. Nuk e kanë pro këtij gabimi. Por ja që jeta të sprovon edhe me diçka që nuk është në dorën tënde. Ndërsa në anën tjetër, gabimtari, këtë rast normal që duhet me dhënë përgjegjësi për këtë çështje dhe në mekanizma dhe temë tjetër se si vim te kjo. Por çka do të vjen dhe imagjinoni një ajet në Kur'an që Zoti Madhreshëm na thotë dhe ne gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka të vogël. Çka do që të sprovohet njëri në këtë dunjë. Përsëri është e vogël me ata që mund të sprovojë jeta. Qoftë frika, qoftë humbja pasurisë, qoftë vdekja, qoftë diçka tjetër, të gjitha këto në prizmin kuranor është vetëm 1% e vogël e asaj me çka mund të përballet njeriu këtë dunjë që Zoti ka kursyer. Po. Domthonë e ka hek me sprova. Këto sprova dhe në mesin e këtyre sprovave ku ne bëjmë durim, shpërblimi është i madh? Padyshim, një prej veprave që i kthehet në mirësi në jetën e kësaj bote është durimi.
do me thonë ata të cilët kanë ardhur në sprovë dhe bëjnë durim për Zotin e Madhreshëm, e menaxhojnë sprovën, mbështeten në Zotin e Madhreshëm, kërkojnë rrugdalje në mënyrën e duhur, të tillëve kjo mërzi, ky pikëllim, nëse është kjo humbje pasurisë e diçka tjetër, do t'i kthehet në mirësi, sepse askush nuk e di të armën përveç Zotit Madhreshëm. Dhe se në ditën e gjykimit, në të botën e përjetshme, kur të ngritën njerëzit në pjedestale në xhenet, Zoti Madhreshëm i thot, shkak pse jeni këtu, a dikush është? Thot durimi që keni bën në sprovat e kësaj bote. Dhe thot mas atij durimi që keni bën në sprov, ju kanë ardhur mirësi të panumërta. Shkak ka qenë durimi në sprov. Këtë jetë dhe jetën tjetër. Edhe në jetën tjetër, në këtë botë dhe në botën tjetër. Do me thonë, kur, sepse unë personalisht jam i bindur edhe i besoj fort librit Allahut Azza wa Jall. Dhe Zoti Madhreshëm po thonë në Kur'an, kanë me shpëtu durimtarët, kanë fitu durimtarët. Kush do le të projekton çka do shpjegime ndryshme këtë dunjë. Ne themi se Zoti Madhreshëm po garanton se kanë me fitu betejën me sprovën këtë dunjë, ata të cilët kanë qenë të durueshëm dhe kanë dalë pjesë provës me durim në mbështetjen e Zotit Madhreshëm. Pra nuk mundet me dështuar i cili është mbështet në Zotin dhe ka bërë durim për Zotin. Leoni t'ja tham një çështje. Kanë thënë dietarët e mëdhaj, nëse sprova bëhet e ranë, saqë bëhet si dryni, durimi ka me kanë qels dhe ka me shpartallu sprovën. Kur po thuaj që durimi ka me kanë qelës, e që janë të argumentuar këto fetarisht kuptohet, po që deri kur është limiti durimit, se ndoshta ka njerëz që durojnë edhe në fund e lëshojnë komplet durimin, se ndoshta veç edhe pak kish deshtë me duru edhe fitoria kish me qenë e tij. Që të është fatkeqësia më e madhe njerëzve, që s'kanë konsistencë, nuk kanë qëndrueshmëri në durim. Edhe është një ajet në Kur'an që flet në aspektin psikologjik më shumë. Zoti Madhreshëm thotë, o ju besimtar, bëni durim dhe durimit bëni durim. Do me thonë, kur vjen momenti më të shterë durimi, nisa për fillimit. Që ti durimi bëni durim a pek. A është e vështirë kjo? Në aspektin praktik është e vështirë. Po për disa njerëz nuk është e vështirë, sepse edhe në jetën kësaj bote dëshmohen që njerëz kanë durim të tillë. Dhe interesant është kjo çështje. Zoti Madhreshëm me një sure në Kur'an që është më e shkurtëra, e cila në surën betohet në kohën. Zoti i Madhreshëm thotë pasha kohën. Njeriu është në humner, ka dështu. Të gjithë jo. I përmend ato që nuk dështojnë. Ata që kanë besu, kanë bë vepra të mira, e kanë këshilluar njëri tjetrin dhe kanë bë durim. Kush i ka këtë katër cilësi? Është garancion qoftë individ, familja apo shoqëri, se nuk ka mundësi kur ai me dështu në jetën e bote, pavarësisht sprova që mund t'ja sjell jeta ose dikush për rrethi. Pra durimi me mbështetjen e Zot është rruga e vetme e fitimit në jetën e kësaj bote dhe jeta ka plot argumente që na shpjegon se kush ka hyrë në betejë me durimtarin gjithmonë ka humbur. Mirë, ne jemi udhëzuar fetarisht hoq që të durojmë edhe ndoshta një antar të familjes që shumë shpesh na bën nervoz. Të durojmë edhe në momentet kur kemi sprovë me varfërinë. Durojmë edhe në momentet kur në fakt përballemi me sëmundje. Këto çështja mundemi me i shpjegu pak veç e veç. Në të gjitha situatat me cilat mund të ballafaqohesh. Për shembull, mund të ballafaqohesh si nën me rritjen e fëmijëve. Po. Mund të ballafaqohesh si prind me varfëri. Po. Mund të ballafaqohesh përsëri si antar i familjes me një antar të familjes, i cili nuk është i ndërgjegjshëm e kështu me radhë. Në të gjitha këto situata, durimi është shkollë, pastaj shkolla ka katedre. Universitetet kanë drejtime të ndryshme. Ajo ka në universitet, kjo ka në durim. Por ka katedre se si menaxhohet dhe me cilat fjalë do hyhet e kështu me radhë. Për shembull, sikurse mos kishte durim nana, çysh e kishte rrit fëmijën? Është e pamundur. Por durimi i madh në procese të jetës e bën që nesër çaj fëmijë të kthehet në lumturi. Për shkak të durimit që ka bërë për të. Në hajër. Dhe tash për shembull, durimi në sprova. Në jetën e kësaj bote janë dy lloje të durimit. Një lloj durimit është kur sprovohesh, goditesh. Dhe një lloj durimit është me bë durim për ata që se kin dorë. Po. Por që lakmon, për shembull. Je godit me varfëri. Këtu vjen në shprehje durimi, sepse më së shumti që kanë më shpërbly nesër në botën e përjetshme
kanë më shpërbly ata të cilët kanë bërë durim në varfëri. Durim në varfëri. Në varfëri. Si bëhet durimi në Dhe tash varfëri? ta shpjegoj. Ne nuk e duam varfërinë, që t'jemi qartë. Allahu na ka mësuar në Kur'an me kërku Zotit më na pasuru. Më na dhon pe mirësive të tij në jetën e botës. Me lyp risku. Do më thonë me lypreskin. Por në rast se sprovohemi, sepse askush s'un merr pa lejen e Zotit Madhreshëm. Askush s'un e rrit standardin e jetës pa dorë Zotit Madhreshëm. Në rast se s'un e arrim qëllimin, atëherë bëjmë durim për hir të Zotit Madhreshëm, sepse më shumë ti që është problem në ahiret. Në ditën e gjykimit janë të varfrit durimtar. Dhe thot Zoti Madhreshëm për shkak të durimit të tyre, shumë prej njerëzve në shoqëri bojnë ja shohin të mirën, ati për shkak që ka bërë durim dhe nuk ka dalë pe kontrollit. Dhe tash durimi tjetër në heshtje është me mujt egon, mos me lakmun ata që ka tjetri. Dhe kriza më e madhe që vjen në atë aspektin psikologjik dhe që destabilizon konsistencën, qëndrueshmërinë e njeriut është kur ai lakmon në ata që ka tjetri. Luftë me veten. Do me luftë me veten. Por lakmon në pasurinë e tjetrit dhe sune mund veten, pastaj kthehet rrugëve të gabuara të jetës. Sikur të bënte durim për shembull, dhe Allahu si thon në Kur'an, sikur ai të qëndronte edhe pak në durim, unë do t'ja kisha hap perspektivën e jetës. Dhe do ta kish pasë se jeta është më e bukur, më e gjanë, më e mirë se sa sprova kalimtare që mund të jetë në dorën e tij. Sprova në smundje, hoq, qysh më te kalu qëtë pjesë, qysh me duru, kemi fatkeqësisht po e përmendi raste ekstreme. Kemi për shembull persona të cilët sprovohen me smundje dhe në fund ndoshta nuk dojnë me prit fundin e hidhur, kanë dhimbje të mëdha dhe vendosin fatkeqësisht me jep vetit fund. Qoftë në mënyra të ndryshme. Tu janë dy tema të ndryshme njëra me tjetrën. A lidhen me durimin? Po, lidhen me durimin. Fatkeqësisht nuk mund me pas njeriu fund më të keq se sa me ja marrë shpirtin vetes. Nuk mund të ketë fund mbyllje të këtij misioni që quhet jetë në formë më të keqe të mundshme se sa njeriu me dhënë fund jetës tina. Sepse askush s'ka të drejtë të ndërhyjnë në këtë çështje, se jeta është dhuratë për Zotin Madhreshëm, dhe askush s'ka të drejtë të i merr kompetencat e Zotit në këtë çështje. Pra është gabim i madh dhe ne lutemi Zotin e Madhreshëm që të mos na bjen në këtë situatë që njeriu ta zgjedh rrugën e vrasjes ose vetvrasjes, sepse e ka mbyll në diçka të shenjtë me diçka më të keqe të mundshme Zoti na ruaj. Ka hap një derë edhe më të keqe. Ka mbyll një derë në botën tonë dhe ka hap një derë edhe më të keqe në botën. E ka hap një kapitull, padyshim, e ka humb një kartë të jetës së përjetshme. Dhe për këtë çështje tem në veti se çka ka folë Zoti i Madhreshëm. Vetëm ne i dëshirojmë njerëzve dhe i themi. Çush më durim që mos marri deri te kjo çështje. E nderuar, problemi më i madh në këtë dunjë është shkputja e lidhjes me Zotin e Madhreshëm. Një njeri i cili ka shkput lidhen me Zotin. Ai provon me marr fatën e jetës vet në dorë, duke mos e ditë se është i vogël në karshi ligjeve të Zotit të Madhreshëm. Dhe është gabimtar i madh karshi shpjegimeve të Zotit të Madhreshëm. Pra nuk mund askush me marr fatën e jetës vet në dorë pa mbështetjen e Zotit të Madhreshëm. Dhe durimtarit çka i duhet? Atij duhet me rujt qetësinë. Atij duhet me rujt besimin, ekuilibrin mes tij dhe Zotit të Madhreshëm. Me rujt vertikalen, me thonë unë jam një rob, një krijesë e vogël e thjeshtë e Zotit të Madhreshëm, i cili më ka prunë këtë jetë pa e lyp jetën unë. Më ka prunë shumë të mira në këtë jetë, po ja që tash më ka sprovu me diçka që sigurisht se e ka një plan Zoti për mua. Dhe plani Zotit për durimtarin, thot pejgamberi alayhis salam, me çka do që të sprovohet njeriu në këtë dunjë. Qoftë edhe një therr e vogël që hyn në trupin e tij, Zoti i Madhreshëm dëshiron me pastru prej gabimeve të kësaj bote dhe më ngrit vlerën në xhenet. A ky ka shans për me pastru veten? Do me thonë pastrim prej gabimeve të kësaj bote. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, kur Zoti i Madhreshëm e don mi arrit vlerën diku në xhenet. Dhe ky njeri nuk ka punë, nuk ka vepra të mira, nuk ka kontribut me shiju në ditë atë mirësinë e xhenetit, thot Zoti i Madhreshëm ja vështërson jetën, ja vështërson vdekjen. Domthon e bën me një sprovë që vun, mos harroni, sepse çdo vujtje që posedon ai, ndoshta s'ka kurkush për rrethet që ka mundësi m'ia marrë dhimbjen. Por ai cili e ka krijuar Zoti i Madhreshëm, ai cili e din dhe cilën shkallë ka shku mërzia e tij, o Zoti i Madhreshëm, dhe Zoti i Madhreshëm po thot, prej mëshirës tem, ne ditë do t'ja kompenzoj këtë vujtje, sepse funit na kena me dalë pjesë bote të gjithë.
Ama mirë është të dalmi për se bote dhe duke qenë Zoti i kënaqur me neve dhe ne me fitu botën e përjetshme, apo të dalmi për se bote duke dhënë në fund në mënyrë më të keqe të mundshme dhe duhe mbyll një kapitull për botën e përjetshme. Pra këtë situata mos të mendon dikush që ka mundësi mja dalë në këtë jetë pa besim. Nëse e ka shkput lidhjen me Zotin e Madhreshëm, sprovat më të vogla së jetë kanë me përmbys fatin e tij. A nëse ka rujt ekuilibrin, besimin me Zotin e Madhreshëm dhe din se jeta është projekt dhe s'përfundon me vdekje, por i mbështetet të përjetshmit Allahut xhelalu ala, ai do del pse bote fitimtar dhe shpërblimi i tij te Zoti është shumë i madh. Kur e përmende shkputjen me lidhjen me Zotin Hoxh, kemi raste që ka shumë njerëz që kanë qenë shumë besimtar, fatkeqësisht në një mëngjes të bukur, po e quaj kushtimisht, shkputin gjithçka, lën gjithçka anash edhe nuk i kushtohen ma Zotit dhe fesë. Në anën tjetër, kemi edhe një ekstrem tjetër që ndoshta asnjëherë nuk i ka interesu këtë temë dhe të befason. Tash, a ka të bëjë këtu sprova dhe durime në mesin e këtyre dy kategorive të njerëzve? Janë dy situata të ndryshme njëra me tjetrën. Po, dy ekstreme. I pari, dy ekstreme, polarizuese. Po. Personi i parë, apo situata e parë, janë disa njerëz të cilët me një farë forme lidhshmërinë me Zotin e kanë pas fallës. Të bresht. Domethënë fallës, brisht, pa qëndrueshme. Dhe askush s'u mashtron Zotin. Domethënë, çfarë besimi pas ke pa dje në Zotin? Dhe kush ndërhyni që sot të mos e kesh atë besim? Ti ke qenë një jetë dje dhe ke pa të gjitha elementet e jetës. Pra, kur e ke besimin tamam, edhe sprova më e madhe më e rënd, nuk ti shkëput lidhjet me Zotin, po ti forcon lidhjet me ta. Okay. Absolutisht. Domethënë kur e ke besimin në Zotin një, nuk ka sprov që të shkput pe Zotin. Të gjitha sprovat do të më të afrute Zotin. Edhe në shtrat të vdekjes, kur ne sprovohemi, dhe s'kemi rrugdalje tjetër, sepse fundit në jetën se kemi kriju. E dim. Që adhurat e Zotit. E tash, cili ka njeri më i mëshëm dhe më afër realitetit. Ky cili në sprov don mu afru te Zoti dhe me përfitu të përjetshëm, apo ky në sprov don mu distancu prej Zotit dhe me humbë edhe këtë përkohshme të përjetshme. Pra i mëshmi se hu pas përkohshme as përjetshme. Pra këtu ka luajtur rol besimi fals. E ka prunir me nistor, sepse Allahu ka thonë në Kur'an, dhe kjo test i madh. Ne lutemi o Zot kur na sprovon, ruaj besimin. Dhe Zoti thot, a mendua të thoni se ne besuam Zotin dhe të mos provoheni? Pra që t'jep me kuptu a mendon ti se mund është me gënyu dhe me thonë një besoj Zotit. E në ditë mos me arë në sprov dhe Allah më të pase sa beson ti. Në sprovën më të parë tërhiqesh. Shumë e kjo. E kjo t'jep me kuptu se ka besu Zotin. Dhe për aty në grupit njerëzve që ka dështu në sprov. Besimi, sprova do të më të çute besimi. Dhe jo anasjeltas. Nëse sprovat ka ikë për besimit, i ke të dyjat, edhe për koshmën, edhe për jeshmën. Dhe në ka paralemru pejgamberi sa për këtë situatë, që është begi situatë e vështirë. Dhe ka thonë, ka njerëz të cilët me një farë me adhurojnë Zotin me interes. Kur të është mirë, o besimtar i mirë. E kur sprovohet, shkputet për rrugën e Zotit Madhreshëm. Dhe të tillë dhe kanë dekapitulu fatën e jetës tyre. Dhe ka të kundërtën, që sprova me mëshirën e Zotit Madhreshëm e ka qitë në udhën çdo populli. Ai se ka diçka në Zoti, se ka diçka në namazi, se ka diçka në agjëri, se ka diçka në pamirësia, se ka diçka është sinqeriteti, devotshmëria. Dhe Zoti e sprovon, dhe kena raste plot. E sprovon, pse? Sepse do me nxjerr pas asoj krize, pas asoj rrugët gabune. Dhe ky pas provë thotë tash ku më ran tokë. Dhe e di që Zoti po ekzistoi ka të lashtë e jetës nuk po muj ka askush me zgjidh përveç rruga besimit dhe unë kam kthy Zotin Madhreshëm. Dhe ky e kthen jetën në mirësi dhe në ditë shpërblet të Zotit. Benefit për jetën e tij këtu dhe për tej. Kurse i nderuam të flasim pak për durimin brenda çiftit. Ne e dim fatkeqësisht sot ka shumë ndarje, sot ka shumë mosdurim ndaj njëri tjetrit. Shohim ndoshta shumë konflikt me njëri tjetrin, që shumë gjetë që të mesin e bashkëpunimit me njëri tjetrin, mos me humb durimin, e sidomos në sy të fëmijët dhe të tjerëve. Një prej elementeve që e kthen jetën bashkëtorë në begati dhe në mirësi është durimi. Që nuk kupton se këtë bëj me një palë, me një person që mund të mësi ketë cilësitë e njëjta me ty, por që duhet gjindet një gjumë për bashkët, për projekte mëdha të jetës. Pra të bëhet me një farë forme plotësues njëri për tjetrin.
Dhe një çift bashkërtor që s'ka durim procesit jetës, ajo që dështon mes dy palëve, por dështon në kauzën e familjes. Domthonë dështon në ndërtimin e një familje të shëndosh dhe mi përballu për shembull valve të jetës. Çka na rekomandon feja? Feja na rekomandon rreth pa që të ketë respekt, të mirëfillt mes njëri tjetrit. Që detajet e vogla, gabimet e vogla të mos bëhen temë diskutimi. Që të trajtohet njëri tjetri me mëshirë dhe që të bëhet durim në rast se nganjëherë mund të kemi gabime ose mund mos kemi pajtueshmëri në versionet e jetës. Kështu na rekomandon feja, sepse mbi të gjitha kjo kuror është e shenjtë e Zotit Madhreshëm dhe nuk ban të lejohet që për shkaqe të vogla të jetës, të mos durimit për procese shumë thjeshta të jetës dhe elementet të jetës të vim deri te arroganca, te prishja raporteve, prishja balancave familjare dhe mos respekti për njëri tjetrin. Më lini t'ju them se shembullin më të mirë që ne ka dhënë në bashkësi është pejgamberi alayhis salam. Ka pas raste ku s'ka pëlqy për shembull me sjelljen e bashortës. Por ai ka bë durim. Edhe pse s'ka qenë mundur që dikush pe bashortëve të tij të shet diçka të keqe te pejgamberi. Ndërsa e kundërta ka ndodhur shembull. Të shet diçka që si pëlqen sistemin e familjes, por ka bë sabër, durim dhe ka këshilluar me mirësi dhe na sjelltas për shembull dhe kanë ecë. Merren me mend pejgamberi i Zotit Madhreshëm dhe është transmetuar se ka thënë bashortës, a ke diçka që spajton ti me mua? Imagjinoje shembull, pejgamberi i Allahut i dërguar i Zotit Madhreshëm, njeriu që më i miri që ka shqesi për vazhën e tokës dhe në ditë prej ditëve zbret në nivel bashkërsie dhe i thot njënës bashortës së tij, thot a ka diçka në jetën e kësaj bote që ti nuk pajton me mua për qëllimet të familjes, shoqërisë shumë rradh. Dhe është transmetuar një Rasulullah dhe te ti me gjet gabime të tilla për shembull, që është e pamundur. Pra e kush jemi ne, njerëz të rëndomt, qoftë për shembull sepse shpesh ju themi njerëzve, po ti nuk je pejgamber. Po as ajo bashortja jote nuk është grua e pejgamberit. Ne jemi njerëz të thjeshtë, gabimtar. Mi po a është e mundur që për shkak gabimeve të vogla ti kthejmë familjet në katrahur, të shkatrojmë, të shkrurizojmë, të lënë fëmijët tima, të prishet gjeni dhe të bredh në rrugëve tjetër sikurse me pas qenë ku me diçka, Zoti na ruaj. Pra duhet me pas durim dhe një prej fushave ku më së shumti i duhet durimi njeriu është në jetën bashkëtorë. Sepse kena mbollavaçuar me njëri tjetrin në proceset e jetës dhe nuk e dim çka ka vendosur Zoti në ardhmen. Dhe për këtë arsye në bashkësi, kur vjen momenti i kontratës, marrëveshjes për bashkësi, për martesë, ne e themi nuk e dim çka ka caktuar ardhmja, por me lejen e Zotit Madhreshëm do të bëjmë durim në proceset e jetës. E paralajmërojmë njëri tjetrin se mund me ardhmë në situatë nuk është gjithçka mirë. Por ne duhet bëjmë durim sepse nuk ka zgjedhje tjetër jeta. Domethënë na për që duhet me durua dhe kushtira durimi e diskutuam këtë pjesë. Diskutuam edhe disa kategori, por jo shumë detajisht për shkak të kohës. E kemi edhe një pjesë hoqo fatkeqësisht trinj sot po i neglizhojnë shumë moshën e shtyer baballarët dhe familjarët e tyne. Si duhet bëhet durim ndaj tyre, hoq, meqense ata veç na kanë shtruar rrugën që ne do të jemi nesër pikërisht sikur ata. Me të vërtetë kjo temë ose kjo situatë është shqetësuese, sepse ne si popull i kemi pas disa vlera që ne kanë marrë lakmi të gjithë. A kena humb? Edhe gati se kemi ardhur në një situatë që shpeshherë po shohim se këto vlera po na ikin. Edhe gati se mund përfundojmë pa to. Një prej tyre për shembull është kujdesi ndaj prindve, që se ka pas asnjë popull, përveç se ne nuk e kemi bërë për shkak të varfërisë këtë çështje, po për shkak të përgjegjësisë që kemi pasur ndaj prindve. Sepse njeriu nuk është i kujdesshëm ndaj prindit për shkak se është i varfër, siç që shpjegojnë disa ignorant, kur duhen me dhënë motiv më të keq të mundshëm shoqërisë, rinisë, dhe thonë po atëherë ka qenë një situatë tjetër. Çfarë do situatë që t'jesh prindja prind? Çka do me bëti me prindin? Cila ka ajo situatë që po më ka mjarrëzuar reputacionin prindit? Varfëria, pasuria, modernizimi, teknologjia, kush? Pa i mbetet prind. Dhe nëse ai ka nevojë për ty, dhe këtu kjo faza më ndihshme e jetës.
Dhe sprova më e madhe që mund ta posedon njeriu sot është përballë prindit. Dhe Zoti i Madhërisht na porosit dhe thotë: "O ju njerëz, besoni në Zotin e Madhërisht dhe silluni mirë me prind. Bëni të durueshëm ndaj tyre. Edhe nëse ja thonë ai fjalë, edhe nëse ju ranojnë, edhe nëse thonë diçka, bëni të durueshëm ndaj tyre. Dhe ti kujdesu për ta, sepse ai i cili është kujdes për prindin, me një farë forme e ka arrit një privilegj të madh të Zotit Madhërisht. Ndërsa ai i cili ka ik dorë për kësaj, thjesht ka hyrë në një zonë të kuqe, sepse s'mundesh me miell diçka dhe me kurrë diçka tjetër. Pra, po jetojmë sot me një kohë që gabimisht të tjerët po i frymëzojnë brezat, duke zhvlerësuar prindin, duke llogarit prindin vetëm si një çështje materiale, si një diçka që është lehtë i kompenzueshëm, e që nuk është kështu, sepse mbi gjithë është çështje emocionale, është çështje shpirtërore. Keni pa në misionet tona shka diskutohet. A është e mundur të ndrohet prindja? Ato mendoj që prindja është vetëm element fekundimi. Jo, ose a martohesh nëse djali për shembull jeton me prindrit. Unë kam pa diskutimi më absurd që ekziston sot është kjo, në fakt që për një grua, domethënë, për një jetë bashkëshortore, me i lanë prindrit dikun tjetër edhe vetë me vazhdo jetën. Po, unë kështë përmbyll një diçka shumë më interesante, edhe pastaj dalte përgjigje. Po jetojmë me një kohë që koncepti ndaj prindërve po provohet të keq kuptohet në mënyrë më polarizuese të mundshme. Në debatet tona, për shembull, për prindsin, ke pas çka dëgjon. Mendon se prindi është vetëm element fekundimi. Po. Harrojnë se prindi është aspekt gjenetik, emocional, shpirtëror dhe moral. Nuk është vetëm fekundim. Sepse kjo i bie që s'ka rëndësi. S'ka rëndësi kush është baba. Kush është baba? Po, Jo, në Islam s'është kështu. Është e vërtetë. Në Islam nuk është kështu, sepse nëse mendon se është vetëm çështje fekundimi, atëherë nesër mos u çudit që ai fëmijë, për shembull, e zë prindin vdekja dikon tjetër, nuk e prindin e vet. Sepse në fillim e ke projektuar gabimisht. Ndërsa në aspektin tjetër, që ju e potencuat, për shembull, që është tenash një farë krize, që nëse një çift bashkëtorë dëshiron të lidh kurrë shembull, dhe mund bën shkaktar prind. Si për shembull, thotë nëse i ki prind, unë nuk pranoj martesë. Unë piktuaj përcjell një mesazh. Një grua e cila ka këtë kusht, si vyn atij burri. Dhe na sjellës, një burr i cili e ka kusht që vajza të mos jetë e dëgjueshme ndaj prindve, s'vyn ai burr. Sepse në start po tregon që ky ka një koncept gabuar të jetës. Ne sonë zhbojmë familjen. Po, ne mund t'i korrigjojmë gabimet e mundshme ndërhyrjet në familje. Me durim. Me durim, me mençuri. Por ne nuk mund ta zhbojmë këtë fakt. Po. Sepse nuk kemi ardhur në piçellit këtu, ose s'kemi bina përbashkë këtu. Pa kemi një kod gjenetik, ne kemi një familje, e kemi një origjinë, e kemi një histori të familjes, që ne duhet ta gjejmë edhe pse Islami i jep secili vendin e vet. Nga njerë tradita ndërhyn, sepse ju po pyetni për Islam, për përgjigje fetare. Po të ne ka që ndërhyn tradita. Tradita ndërhyn edhe ka njerë i thënë edhe parimet e fesë. Dhe na thonë njerëz ju fetar po bani kështu, jo nuk bëjmë na kështu. Po ka ndërhy tradita, se feja nuk e lejon. Për shembull, feja nuk e lejon që të ndërhyn pala tret në prishjen e çiftit bashkëtorë. Ashtu siç nuk e lejon feja që të bëhet shkak marrëveshja, që ti me përjashtu familjen për shoqërisë, për familje, për rrethi ku jeton. Pra dy gabime skajshmërisht të kundërta me tjetrën që në terren shoqëror kanë begi kosto të mëdha. Çelitan. Mirë, dy çështjet e fundit shumë shkurt për shkak të kohës. Hoq, domethënë kur jep një qeveritar, edhe më herët edhe sot, ç'është duhet me përvecu këtë durimin, sepse shohim që shpesh nëse bësh qeveritar del prej dorës gjithçka, madje diskutum pak edhe para se me fillu emisioni, fatkeqësisht po lindin edhe shumë polarizime mes veti për shkak të ideve të ndryshme politike. Përveç kësaj edhe ndoshta një drejtues i ndonjë kompanie ose një shef qysh me pas durim ndaj një punëtori që ndoshta është shumë i ri edhe vetë sa ka fillu punën. Sa i përket polarizimeve politike, unë personalisht jam beg i zhgënjur me diskursin që kanë imponuar politikantë në debat. Edhe shtoja kësaj edhe disa penalistave. Sepse po reflekton në shoqëri dhe gati se kanë polarizuar shoqërinë. Kanë vu barikada mes tjetrit. Ne kuptojmë pluralizmin si
si një konkurencë idesh, verzione politike, më jo si armishtin e tjetrit. Jo familja mësë me folë me familja. Jo si armishtin e tjetrit, sepse politikanë nga njerë po sillen në debate dhe në misione, si kurse e kanë një armik. Jo, ne mund ta kemi një person që mendon ndryshe pe meje, por të njëjtën çështje. Po as me armiku nuk sillesh ashtu. Jo, faktu sipas Islamit. Shumë e qartë. Ti e thu argumentin. Po pse duhet argumentin tan me ia dhon si armë për shembull si popullit? krym. Po, me ia dhon si armë popullit dhe me goditi kanë tjetër. Ti thuj ata shka, dhe kjo është për mendimin tem, kemi ardhur me një situatë të palakmueshme, sepse ne jemi xhollar dhe për ditë kemi punë me xhamate të ndryshme, që janë partive të ndryshme. Dhe shohim që begi kanë ndikuar negativisht diskursi politikanëve në familje, në shoqëri kështu me radhë, dhe unë shpresoj që ato dalin prej kësaj krize, të moderohen në fjalim, le dalin të konkurrojnë me argumente, me fakte, me vizion, dhe populli ka me gjyku funit dhe ka me shku ka që beson. A ka ligjërata mi ju tregu ndoshta dhe xhamatit juaj, konkretisht në xhamin e juaj ku jeni koha që ndoshta kjo nuk është e mirë, nuk bën? Sa herë që vinë zgjedhjet, fatkeqësisht neve na imponohet me thonë të njëjtën fjali. Sa herë që ka zgjedhje në Republikën e Kosovës, qofshin lokale apo nacionale. E këtë vit kemi pas për mashallah. Po kemi pas për mashallah, këtë vit kemi alo, ne detyrohemi në xhuman e fundit, shembull mi thon njerëzve, oju njerëz, oju xhamat, që janë për shembull mia njerëz aty. Po. Mund të keni preferenca të ndryshme, është e drejtë e juvja, por amani ju koft mos u përçani sepse mos dini pe vetes. Nëse përfundoj zgjedhjet ne jemi apet që ky popull do të më dash mes veti, me respektuar e shumë radh. Ja themi sepse na imponojnë, na i shoh me lëvizje të ndryshme. Po, shihet atmosfera. E shoh me atmosferën fjalë, dhe është e dhimbshme kjo, sepse të rit për shembull, ata që janë moshës 18 vjeçar, ata nuk janë në gjendje me vënë kontroll për shembull pozicionin ku janë. Dhe ato emocionuan për fjalët e politikanëve, janë entuziastë, janë të pakontrolluar, kalojnë në veprime ekstreme, ofendojnë, e marrin shumë afër zemrës këtë çështje, domthonë. Dhe kush është faj, është faj të politikanë që du të mi dalë këti populli përballë me realitet, me sinqeritet, me program, edhe pastaj lirë vëlla, ai e vendos ata që donë. Ndërsa në anën tjetër, durimi një ndërmarrësi. Po të temat për shembull të leadershipit, qoftë ai cili menaxhon një familje të vogël, qoftë një kompani të madhe kështu me radhë. Leadershipi, cilësitë e leadershipit fillojnë në familje. Për shembull prindi do të me pas durimin e këtë antarëve të familjes. Mi marë bashkë këtë antari ka, ai do me pas sa i këtë. Dy fishe sa, di pse, sepse ai ka të bëjë me një fëmijë moshës 5 vjeçare. Mas një ore ka të bëjë me një fëmijë moshës 15 vjeçare. Po. Çfarë bën ky si prind? Ky do me pas durimin e këtyve. Edhe njohurinë. Edhe njohurinë, dhe me menaxhu mënyrë më të mundshme. E njëjta vlen në kompani, përveç se ki kontratë të respektimit të orarit të punës, të rregullave të punës, të disiplinës së punës, nga njëherë shumë i nevojshëm durimi njerëzor. Sepse edhe kur ki disiplinë punë, përsëri kanë me kapu dikush. Dhe është e pamundur pa kapu. Bile më pëlqej mu një ditë një analiste, ja harrova emrin ke Shqipërisë, psikologe, dhe më pëlqej një spjegim që e dha për njënin për lojtarëve të kombëtarës. Tha në aspektin psikologjik, këtë djalë, për shembull, ka aftësi të mëdha, shumë mëdha. E ka një ego që se kanë lojtarë tjerë. Është mençuri e menaxherit, e trajnerit, me ja korrigju egon, në mënyrë që me kthyne në benefit të kombëtarës. Nuk është zgjidhje përjashtimi. Që sa bukur e shpjegoj. Karakterin e njeriut. Dhe tash është aftësi e menaxherit, çat karakter të vrasht, ego me kthy në edhe këtu për shembull në kompani të ndryshme. Ka mundësi me pas defekt vet lideri. Ka mungesë të formimit. Është i gutshëm. Është ofendues. Është gjaknxet. Dhe tash normal një rreth i afërt i tina kanë mundësi me korrigju këtë sjellje. Dhe nga njëra diçysh, njëri e llogarit fundin, i mëshëm i llogarit fundin. Ai që është i mençur me llogarit ku përfundon reagimi. A përfundon në dobi të situatës, në dëm situatës. Dhe i mëshëm gjithmonë nëse e shet që në dëm të situatës, ai s'reagon. Tërhiqet. Edhe alia për shembull rrjedhave normale të jetës. I nderuam, faleminderit shumë për durimin. Faleminderit për juve. Ishte kënaqësi.
Të nderuar shikues, ne kaq patëm për temën e durimit për sonte, ndoshta kemi cekur jo në thellësisht gjithçka që është dashur të cekët, por jemi munduar që ta përmbledhim për kaq minuta sa kishim në kuadër të këtij emisioni. Ne do të jemi përsëri javën tjetër. Deri në takimin tonë të radhës, qëndroni me programet e DTV Media. Mirëmbëjtje.